Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Berlini zyrtar përshëndet qytetarët dhe institucionet e Kosovës për mbarvajtjen e zgjedhjeve parlamentare të 28 dhjetorit. Përmes rrjeteve sociale, ambasadori i Gjermanisë në Prishtinë uroi për procesin e qedet demokratik. Presim me padurim të punojmë institucionet e sapo formuara, apelon Reinhard Rudolf. Për ambasadorin e Gjermanisë, ky mesazh vjen si shprehje mbështetjes për procesin demokratik në Kosovë dhe angazhimin për bashkëpunim. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Betri Hamza, premton se nuk do t'i largohet përgjegjësisë për rezultatin e zgjedhjeve të partisë më të madhe opozitare në Kosovë. Në një konferencë për shtyp pas daljes së rezultateve paraprake, Betri Hamza deklaroi se ka pritur rezultat më të mirë. Sigurisht, Partia Demokratike e Kosovës ka prit rezultat më të mirë, unë kam prit rezultat më të mirë. I nevojitet tjetër rezultat Partia Demokratike e Kosovës. Partia Demokratike e Kosovës ka rrit me rujt votën e vet, me rujt elektoratin e vet. Pozita i ka edhe përgjegjësitë e veta. Kur jem pozitë ki edhe përgjegjësi, sigurisht se unë nuk jam prej atyre që iku edhe shef në mas përgjegjësive. Hamza uroi si Albin Kurtin ashtu dhe lëvizjen vetëvendosje për rezultate, teksa apeloi të mos ketë vakum institucional. Që shpejt konstruohen institucionet, vendet këtë institucione, mos të kemë vakum institucional, vazhdon puna, pa se mjaftueshëm kemi pas blokada edhe mungesa, dhe secili ta kryjmë punën e vet, edhe partitë që kanë fituar, po edhe ne që mund të jemi në opozitë me do kontributin tonë mëna përgjegjësive tona. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës paralajmëroi reformim përmes zgjedhjeve të brendshme në parti. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë njoftoi se 84.24% e votuesve të diasporës të regjistruar për votim në përfaqësitë diplomatike jashtë vendit kanë shfrytzuar të drejtën e votës. Nga 29 përfaqësitë diplomatike, me 19.000 shtetas të regjistruar kanë votuar 16.156 prej tyre, apo 84.24%, ndërkaq nga votimi përmes postës numri i përgjithshëm i votuesve të regjistruar ka qenë rreth 58.000. Deklarojnë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë. Sipas të dhënave paraprake, nga i 57 vend votime me kusht në 38 komuna të vendit në përgjithësi janë evidentuar në sistem mbi 9.900 votues të regjistruar për të votuar me kusht. Fitore e Albin Kurtit u përshëndetet nga presidenti i Shqipërisë, Bajram Begaj, vlerësoi rezultatin e zgjedhjeve në Kosovë duke uruar kryeministrin për procesin demokratik. Në një reagim publik, Begaj theksoi se qytetarët e Kosovës shprehin vullnetin e tyre për institucione të reja qeverisëse, duke shprehur besim se kjo votë të shndrohet në përgjegjësi institucionale, do të jap rrugë një të ardhme më të drejtë, të pegat dhe europiane për vendin. Edhe ministre për Europën dhe punët e jashtme Lisa Spiropali uroi qytetarët për mbajtjen me sukses të zgjedhjeve të fundit parlamentare. Shqipëria dhe Kosova ecin së bashku për krah, me një zemër, një zë dhe në rrugë europiane, sepse ajo që na bashkon është më e madhe se çdo kufi, shkruan Elisa Spiropali. Urimeve nga Republika e Maqedonisë së Veriut ju bashkua zëvendës kryeministri Arben Fetaj. Jam i bindur se ky mandat i fuqishëm do të shndrohet në punë të guximshme, vendime të drejta dhe rezultate të prekshme që forcojnë shtetin dhe përmirësojnë jetën e të gjithë qytetarëve të Kosovës, deklaroi Arben Fetaj. Duke folur në emër të qeverisë së Republikës Maqedonisë së Veriut, ai deklaroi se pret me padurim vazhdimin e bashkëpunimit dhe realizimin e projekteve të përbashkëta me synim ndërtim në një Ballkani më të zhvilluar, më të begat dhe më të sigurt. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.